Mirdita vëllezër, motra, Zoti t'ju bekoj të gjithëve. Ja ku jemi prapë sot bashkë me këto mesazhet dhe lavdia e shkof Perëndis. Sot do prekim një temë tjetër. Një temë që mu themi është zinxhir me dhe ose lidhur me atë që fola radhën që kaloi ose sa po mbarova pra javën që kaloi, siç e dini, fola për frutin e frymës së shenjtë, dhe pam sa të rëndësishëm janë frutet pra, dhe kuptohet që një besimtar i mbushur me frymën e shenjtë nuk mund të rri pa dhënë frut, absolutisht, s'bëhet fjalë, se do të thotë që ka diçka që nuk shkon. I morëm një nga një, pra, i shpjeguam një nga një edhe frutet, pra, nëntë zbulesat e frutit. E pari ishte dashuria, si që dim, dhe është më e madhja, edhe si përfundim vendosa me që fola për frutin, thash të flas për veprat. Unë këtë temë fakt e preka kështu, si mu themi sipër tek xumi, kemi një xum, lavdi Zotit, jemi shumë bekim aty dhe pash ishin të interesuar shumë motra, vëllezër të dishin pra kush janë këto veprat që Perëndia kërkon nga ne. Në fakt shumë më pyesin, ore çfarë veprash duhet bëjmë ne atëherë? Se siç e dim, madje kanë arritur deri aty që letrën e Jakobit, që ta prekim pak sot, që flet pra se si besimi pa vepra është i vdekur, shumë predikus madje thonë që Jakobi nuk di se çfarë thot, s'është në terezi thot. Edhe po s'është ashtu, sepse nuk është vetëm Jakobi që flet për veprat, por edhe Zoti jon vet, Zoti Jezus flet për veprat. Na bën qartë shumë herë, jo një herë. Për edhe Titi, Pali, vletrat, kështu që flasin gjithë për veprat. Po sot do zbulojmë, ose më mirë flasim që të dim, kush janë këto veprat që Perëndia kërkon nga ne si të krishterë që jemi tani, okay? Flas si të krishterë, sepse e dim që të bësh i krishterë nuk ke nevojë për veprat, ke nevojë për besimin, është akt besimi, ne me besim e marrim atë vepër madhështore të Krishtit ke kryqi, dhe është ajo vepër që neve na bën të krishterë. Po pyetja është, atëherë këto veprat për çfarë duhen? Bibla na sqaron shumë bukur që veprat duhen për ta përsosur besimin. Pra për të demonstruar me fakte që ne me të vërtet jemi të krishterë të rilindur, jo thjesht të krishterë të shpëtuar, po të rilindur. Edhe një i rilindur, një mbushur me frymën e shenjtë, nuk mund të rri pa dhënë vepra. Nuk mund të rri pa dhënë frutin. Absolutisht. Okay? Kështu që sot do flasim kush janë veprat që Perëndia kërkon nga ne si të krishterë, okay? Jo si njerëz thjesht të kësaj bote, po si të krishterë, pra e kemi marrë besimin, pra, ose më mirë e kemi marrë shpëtimin, mu themi, e kemi marrë shpëtimin me besim, jemi të shpëtuar me besim, aleluja, po tani veprat që kërkon këtu Bibla, është Bibla që na flet për veprat, nuk jam unë. Ne sot do zbulojmë kush janë veprat e mira që neve na ndihmojnë, që kështu mund t'i bëjmë si përfundim, sepse unë e tham gjithmonë, ato që do dalim para gjykatës Krishtit, nuk janë jo besimtarët. Jo besimtarët dalin që këtu para gjykatës Krishtit. Pse? Ato janë të dënuar deri tani. Nuk kanë nevojë ato që t'japin as frutin, se nuk kanë si t'a japin frutin, se nuk kanë besu dhe s'kanë frymën e shenjtë, po as veprat, sepse nuk hyn punë veprat, e nuk hyn punë fruti, në qoftë se ti nuk beson fare ke Krishti. Dhe Bibla ke Gjoni 3:18 dhe ke Marku 16, vargu 16, thot që një që nuk ka besuar është që tani i dënuar.
Kështu që je i dënuar ai që nuk beson. Tani, ato që do dalin para gjykatës Krishtit, edhe këte pse flas me kaq kompetencë, pse flas me kaq siguri, sepse ma ka zbulu Perëndia, vëllezër dhe motra, kam parë humbjen e krishterëve në qiell dhe më dhem kjo gjë, okay? Bibla flet goxha, por shumë predikues mbyllin gojën. Kërkojnë vetëm të shfaqin vetëm dashurinë. Vetëm dashurinë. Sikur Perëndia na qeka vetëm dashuri. Perëndia nuk është vetëm dashuri. Perëndia është i vërteti. Perëndia është i drejtë. Perëndia është gjykatës. Perëndia është hakmarrës. Perëndia është i shenjtë. Pa që na kërkon dhe ne të shejtrohemi se pak shejtri, asin se shikon Perëndia. Pra Perëndia nuk është vetëm dashuri. Edhe pse kam folë para 2 vjetësh kuqe, po sot do marr vetëm këtë takim dhe të shikojmë pra që Perëndia nuk është vetëm dashuri. Dashurinë, edhe pse ai ishte vetë dashuria, që ishte Krishti vetë që na e pruni këtë hir, këtë dashuri, e megjithatë ai vetë e foli, po dhe e bëri atë që foli. Nuk është që foli edhe mjaft, kështu që prandaj edhe ne të marrim shembullin Krishtin. Të bëjmë edhe ne atë që ai bëri, të shfaqim dashurinë, por me vepra, sepse vetë besimi vepron me dashuri, thot ke Galatas 5, vargu 6. Bëjmë lutje, japim Sarës frymës shenjtë dhe fillojmë me një herë pra, së është vetëm një takim, aleluja, atë Perëndi, si gjithmonë, falenderoj Zot për mundësinë që na jep, që t'jemi këtu, të ndajmë këto mesazhe, japim Sarës frymës shenjtë që t'na udhëheqi sot me këtë takim, fryma shenjtë si gjithmonë, ti je mirëpritur në jetën time e në jetën e gjithë atyre që po dëgjojnë e po shikojnë, o Perëndi. Lutem që të më bekosh, lutem që të flasësh ti sot, eja fryma shenjtë, na zbulo Zot, na zbulo këto vepra që ti kërkon nga ne, Zot i madh. Na flito, Zot i madh. Lutem Perëndi që ti të më bekosh, të më vajosësh, po dhe vëllezërit, motrat që po dëgjojnë, kudo që të jenë, emër të Krishtit Jezus, Perëndi, shoqëroj këtë mesazh, o Perëndi. Po, Zot, me që flasim e vepra, demonstroj dhe ti veprën tënde të fuqishme, Zot i madh, që ti je një Perëndi që vepron akoma sot, o Perëndi, me mrekulli, me çuditëra, me shenja, dhe në emër të Jezusit, Perëndi. Beko popullin tënd, Zot i madh, beko vëllezërit e motrat që po dëgjojnë, Zot, beko dhe mua sot, në emër të Jezu Krishtit që bekuj qoftë gjithë jetën vet. Amen. Okej? Atëherë, do dim diçka. Jo të gjithë veprat kanë vlerë përpara Perëndis. Edhe këtë më duhet ta specifikoj pak. Okej? Po, a e dini cilat vepra ose a dini se cilat vepra kërkon Perëndia? Çfarë vepra dëshiron vërtet që ne të bëjmë? Shumë flasin për besimin. Okej, aleluja, por Bibla thot që besimi, jo besimtari, ke kujdes. Besimtari pa vepra i referohet dikujt që ka besuar ndoshta edhe me mendje, një besim mental, edhe bën si masjefit. Po Bibla nuk thot që besimtari pa vepra është i vdekur. Sikur i referohet dikujt. Po besimi, dhe ky besimi nuk është dikushi, por është kjo esenca që e prodhon vetë Krishti në zemrën tonë, sepse vetë kreu i besimit është vetë Krishti. Atëherë, kur ne kemi Krishtin në zemër, kur ne e marrim me besim, kur ne kemi besimin tani, ky besim, jo besimtari. Jo besimtari pa vepra, po besimi. Kjo esenca, kjo vërteta, te që vetë Krishti e bën. Kjo, në qoftë se nuk bëhet aksion, Bibla thot që është i vdekur. Pra nuk mjafton. Okej? Kështu që prandaj do lexojmë atëherë, pyetja është, atëherë kush ta qekën këto veprat? Okej, sepse një krishter që ka pranuar Krishtin dhe është mbushur me frymën e shenjtë, e para gjë, nuk mund të rri pa dhënë frutin, si dhe folëm javën që kaloi. Po ne shkojmë pak ke Jakobi 2 tani, lexojmë ke Jakobi 2, edhe të shikojmë nga vargu 14 e deri në fund. Çdo bi ka vëllezër të mi, nëse dikush thotë se ka besim, por nuk ka vepra,
Pra, ke kujdes. Qa thotu? Çdo bi ka kush? Vlezër të mi. Kush janë vlezër? Besimtarët. Që e kam besimin. Po na flet ne kishës, jo botës. Okej? Se thot vlezërit e mi. Dhe qa thot? Nëse dikush thot se ka besimin, pra besim e ka, okej? Por nuk ka vepra. A mund ta shpëtoj atë besimi? Kjo është pyetja. Dhe në qoftë se një vlla ose një motër janë zhveshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, dhe dikush nga ju thot atyre, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni. Ne i themi shko ngrofu ndilli, themi, ne me fjalë, por nuk u jep, dhe nuk u jep atyre gjërat për të cilët kanë nevojë për trupin. E çdo bi ka ky lloj besimi ose ky lloj përshëndetje. Po kush është, po kështu thot është dhe besimi, në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. Po dikush do thot, ti ke besim, dhe unë kam veprat, më trego besimin tënd pa veprat e tua, dhe unë të tregoj besimin tim me veprat e mia. Sa të rëndësishme janë të dyja bashkë, si besimi dhe vepra. Ke 19, ti beson se ka vetëm një Perëndi, mirë bën, por dhe demonat besojnë dhe dridhen. Pra dhe demonat besokën ke Perëndia. Po a dëshiron kuptosh e njëri kot se besimi pa vepra është i vdekur? Abrahami aty, a nuk është fajsua me anë të veprave? Kemi kujdes se sot do prekim, ke Romakët 4, Bibla thot që Abrahami u shfaqsua me anë të besimit. Kurse këtu Jakobi thot që Abrahami u shfaqsua me anë të veprave. Po pyetja është, ky Abrahami si u shfaqsu? Me anë të besimit apo me anë të veprave? Pra, ke 21 që thot, jemi ke Jakobi 2:21, Abrahami aty, a nuk u shfaqsua me anë të veprave? Kur ai ofroi birin e vet Isakun mbi altar, pra besoi kur Perëndia i foli. E bëri aksion, vepër kur ai mori dhe e çoi djalin ke altari. Kështu që jo vetëm besoi, por e bëri. Pra bëri aksion besimin. Okej? Ti e sheh se besimi vepron bashkë me veprat e tij dhe se nëpërmjet veprave besimi u përsos. Kështu përmbush shkrimi që thot, pra këtu tani u kompletu besimi te Abrahami. Besimi dhe vepra, dhe çfarë thot? Edhe Abrahami i besoi, për çfarë besimi? Besim me vepra. I besoi Perëndis dhe kjo ju numërua për drejtësi, dhe e dyta, dhe u quajt mik i Perëndis. Pëlqen ajo që i thot Jezusi dishepujve ke Gjoni 13, falni. I thot ju jeni miqtë e mi nëse kusht, nëse bëni, jo nëse besoni ke mu, po nëse bëni atë që unë tham. Në fakt Abrahami u quajt mik i Perëndis këtu ke Jakobi 2. Pra kur e bëri besimin aksion, nuk u quajt mik i Perëndis ke Romakët 4 që do e lexojmë tani. Po u quajt mik i Perëndis këtu. Edhe Jezusi thot, ju jeni miqtë e mi nëse bëni, jo nëse besoni, sepse ato besoshin. Po nëse bëni, ju jeni miqtë e mi. Edhe këtu Abrahami u bë mik i Perëndis pse veproi, e bëri. Edhe këtu u quajt miku i Perëndis. Pra ju shikoni pra se njeriu shfaqsohet nga veprat dhe jo nga besimi. Dhe do shikojmë tani ku jemi ke Romakët 4 dhe ku jemi këtu ke Jakobi 2. Sepse ke Romakët 4 thuhet që Abrahami u shfaqsu me anë besimit. Po do pyetja është ku jemi atëherë ke Romakët 4? Kurse këtu ke Jakobi 2 thuhet që Abrahami nuk u shfaqsu me anë besimit, por me anë veprave, duket si kontradikt kjo gjë, po këtu shikojmë që do ta shpjegoj pastaj si qysh tek. Pra gjithashtu nuk u shfaqsu edhe Rahabi lavire nga veprat, ku i priti të rëguj dhe i përcolli nga një anë tjetër, edhe sikur trupi pa frymën është i vdekur, edhe besimi pa vepra është i vdekur. Shkojmë pak e Romakët 4. Letra e apostullit Paul, dërguar Romakëve, kapitulli 4, lexojmë vetëm 5 vargjet e para. Çfarë do të themi pra në lidhje me anë të atit të Abraham? Ka përfituar sipas mishit, sepse nëse Abrahami ishte shfaqsuar nëpërmjet veprave, tu tani duket si kontradikt, sepse këtu
pali i hu poshtë veprat e Abrahamit, po do t'ja shpjegoj pastaj pse motivi, kush është. Dhe këtu thot, nëse Abrahami ishte shfaqsuar nëpërmjet veprave, ai ka pse të lavdrohet. Ndërsa përpara Perëndisë ai nuk ka asgjë për t'u lavdruar, thot. Në fakt ç'thot shkrimi, por Abrahami i besoi Perëndisë dhe kjo ju numëru për drejtësi. Pra këtu shikojmë që i besoi dhe u numëru për drejtësi. Pra me anë besimit doli i drejtë. Po pyetja është, i drejtë nga çfarë gjëje? Sepse ke Jakobi 2 pam që Abrahami u shfaqsua me vepra. Këtu ke Romakët shikojmë që Abrahami u shfaqsua me besim. Megjithatë shkojmë tek e 5, vargu 4 thot, dhe atij që vepron, shpërbimi nuk i konsiderohet si hir po si borxh. Pra, këtu nuk duhen veprat që të besosh, po pyetja ku? E përcakton vargu 5. Jemi ke Romakët 4, vargu 5, i bjen kohë kësaj dhe e shpjegon tani për çfarë besimi këtu bëhet fjalë. Në fakt i vargu 5 thot, ndërsa atij që nuk vepron, pra nuk bë vepra, por beson atë që shfaqson çfarë? Të paullin. E nënvizoni këtë fjalë se do t'ju duhet për gjithë jetën. Ke Romakët 4, vargu 5, nënvizoni këtë fjalën, të paullit. Por beson në atë që shfaqson të paullit, besimi i tij numërohet për drejtësi. Atëherë, ku jemi këtu ke Romakët 4 dhe ku jemi ke Jakobi 2? Ke Romakët këtu 4 thuhet që nevojitet besimi dhe jo veprat. Kurse ke Jakobi 2 thuhet që nevojitet veprat dhe jo vetëm besimi. Çfarë është kjo kontradikt? Nuk ka si kontradikt, atëherë kemi kujdes. Këtu lexuam fjalën të paullin. Pra pyetja, paullin këtu i referohet likësisë mëkatit. Paullësia, atë që na çon pra të bëjmë mëkat. Kurse ke Romakët, ke Jakobi 2 nuk lexojmë fjalën të paullin, por lexojmë vetëm veprat. Kurse këtu lexojmë të paullin. Pyetja tani është, ku jemi këtu ke Romakët 4 që duhet besimi dhe jo veprat? Jemi këtu në tokë. Edhe kujt i referohet? Besimit që ne shfaqsohemi nga paullësia, nga likësia e mëkatit. Ne nuk jemi të shpëtuar nga mëkati me veprat tona. Ne shfaqsohemi dhe shpëtohemi me besim tek kryqi i Krishtit. Pra këtu nevojitet gjaku i Jezusit për çfarë gjëje? Për të na çliruar ose shfaqsuar nga paullësia e mëkatit. Pra ne shpëtohemi me besim, jo me veprat tona. Ama pyetja është, atëherë ke Jakobi 2, pse u dashkën veprat e nuk mjafton në besimi? Sepse këtu ke Romakët 4 jemi tani këtu në tokë. Dhe gjithë ne që i përkasim Krishtit, ne kemi marrë me besim dhe jemi shfaqsuar me besim nga kush? Nga paullësia e mëkatit, nga kjo likësi e mëkatit. Kjo likësi, kjo që na trashëguar nga Adami dhe Eva, duhet besim dhe jo vepra. Mjaft më me rituale, me feja, bokte, buate. Duhet besim ke kryqi. Ti beson, dhe ajo likësi e mëkatit, ajo paullësi që na është trashëguar, hiqet. Okej? Ama pyetja, a mjafton vetëm ky besim? Kjo është ajo që thot Bibla. Jo. Nuk mjafton vetëm ky besim. Pse? Duhen veprat. Okej? Në fakt tani pam ke Jakobi 2 që nevojiten veprat. Dhe pa vepra, besimi nuk përsoset ose nuk përmbushet, nuk plotësohet. Kështu që besimi i kompletuar duhet besim plus veprat barës me jetë përjetshme. Okej, sepse pam, këtu ke Romakët 4, ne me besim shfaqsohemi nga mëkati. Ama njëherë që ne jemi të shpëtuar, ne duhet ta demonstrojmë me vepra. Dhe herë që demonstrojmë me vepra, ne përsosim besimin. Pra, atëherë pyetja është, këtu ke Romakët 4, që nevojitet vetëm besimi, ku jemi? Këtu në tokë. Edhe gjithë ne kemi pranuar Krishtin. Po ke Jakobi 2, ku jemi? Aty jemi para gjykatës Krishtit. Ku ne gjithë krishterët do dalim para gjykatës Krishtit. Unë e them gjithmonë dhe por përsëris dhe sot, sepse është një zbulesë që ma ka dhënë Perëndia jo një herë, por 3 herë, që të shikosh humbjen e të krishterëve në qiell, është e tmerrshme. Okej? Dhe Bibla shumë e qartë. Bibla flet, nuk e di pse do mbyllim gojën ne,
para një të vërtete. Jo. Edhe ajo që nevojitet para gjykatës Krishtit, si krishterë që jemi, është një bindja e fjalës, jo t'i bindemi njerëzve, jo t'i bindemi ku ta diun, hoxhave apo priftave apo dhe pastorëve të gabum. Po duhet t'i bindemi fjalës Perëndis, jo një feje, jo një rituali. Sa do ta qush ti veten të krishterë, apo e lexon dhe po i bindesh fjalës Zotit, apo po i bindesh një feje, do japësh llogari para gjykatës Krishtit, gjëja e parë kjo. E dyta, kërkon veprat, dhe do flasim sot. Çfarë veprash kërkon Perëndia nga ne? Dhe treta, kërkohet fruti, se pa frutin ne do pritemi gjithë. Pa frutin asnjë se trashëgon qiellin. Ta harrojmë te besim. Ky është besimi i vdek, një besimtar i mbush me frymën e shenjtë nuk mund të rri pa dhënë frutin. Nuk mund të rri pa vepruar. Nuk mund të rri se lëm frymën e shenjtë. Prandaj, për fat keq ka plot. E dim, po i gazon gjumi, për është hora që të dim që ne kur të dalim para gjykatës Krishtit, ne, krishterët, do japim llogari për 3 gjëra. Bindje ndaj fjalës Zotit, okay? Veprat që do flasim dhe frutin, dhe pa frutin ne do pritemi. Kjo është ajo, madje jo vetëm, po të shkojmë bashkë. Kam gjetur se tu është vetëm Jakobi. Shkojmë ke Titi 1:16. Titi, letra e Titit, kapitulli i parë, vargu 16 që thotë: ata pohojnë se njohin Perëndin, por me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pa Zot për çdo vepër të mirë. Titi i bjen kokë dhe thotë që veprat janë të domosdoshme. Shkojmë po këtu ke Titi, kapitulli 2, vargu 14. Çfarë thotë? I cili e dha vetëm për ne, për të na shpenguar nga çdo paullsi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të mira. Të zellshëm në vepra të mira. Me që jemi këtu ke Titi, shkojmë dhe ke kapitulli 3. Marrim vargun 8 dhe 14. Çfarë thotë? Kjo fjalë është e sigurt dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra. Me forcë të pohosh me forcë këto gjëra. Që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Jemi ke vargu 8, Titi kapitulli 3 vargu 8. Po lexojmë dhe vargu 14, çfarë thotë? Edhe le të mësojmë edhe tanët të kushtohen veprave të mira për nevojat e ngutshme, që të mos jenë të pafrytshëm. Veprat dhe fruti, shikoj si unë i grupoj gjithmonë në një. Se veprat dhe fruti ecin bashkë, nuk mund të ndahen. Okej? Pra, këtu shikojmë pra që janë të shumë të qarta, bines madje do shikojmë që kemi edhe kushte, se shumë veta thotë, po kushtet nuk janë për ne. Ne kur shpëtohemi, do dimi diçka. Ne nuk shpëtohemi me kusht. Sa do qofti mëkati i madh, ti shpëtohesh pa kusht. Pra, shpëtohesh me kuptimin e pranon Krishti dhe Krishti të pranon pa kusht. Ama njëherë që ti pranosh nga Krishti, njëherë që ti beson, tani nevojitën kushte për të qëndruar në besim. Për të trashëguar atë besim, për të trashëguar jetën e përjetshme, se përndryshe sa besuam kot. Në fakt, siç e thot ke letra e parë, dërguar Korintesve, kapitulli 15, vargu 1 dhe 2, siç e thot. Tani, o vëllezër, o vëllezër për na flet neve, kishës, jo botës. Po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marrë. Pra, ju kam shpallur, ju e keni marrë, jeni bërë vëllezërit e mi, jeni të krishterë, dhe mbi të cilët ju qëndroni, thot, pra po hesni, haleluja. Dhe me anë të cili, thot, ju jeni shpëtuar, kur e dëgjut të vlajmë të mirë, haleluja, por, pritë shqitë që thot, jeni shpëtuar nëse, kusht, nëse do të ambani fjallën që ju kam predikuar, se përndryshe që thot, veç nëse besuat kot. Veç se ne besuat kot. Pra besim pa vepra është i kot. Okej?
Fakt, shkojmë bashkë ke Hebrejt, kapitulli 3, e do shikojmë disa gjëra tjera. Hebrejve, kapitulli 3, si që thot Biblia. Vargu 14 thot, sepse ne jemi bërë pjesëtar të Krishtit, në qoftë se, kusht? Në qoftë se, do të ruajmë të palëkundur deri në fund fillimin e besimit. Në qoftë se, do të ruajmë deri në fund fillimin e besimit. Pra ashtu siç e morën fillim. Kolosianët 23 dhe pastaj kalojmë ke veprat bashkë. Kolosianët kapitulli 1, vargu 23 siç e thot. Ose pa marrë vdekje se dyshi. Tani ju qortoj në trupin e mishit tuaj, me anë të vdekjes, që t'ju nxjerr juve përpara vetes së tij shejtor, faqebardh dhe të pafajshëm, po kur? Vargu 23, në qoftë se qëndroni në besim me themel të patundur. Edhe një herë shikojmë kusht. Dum apo s'dum ne shikojmë kusht. Pra, këtu jemi të krishterë, këtu jemi në besim. Dhe kushti duhet që ne të qëndrojmë në besim. Për të trashëguar tani çfarë? Jetën e përjetshme. Besimin e morëm falas, u shpëtuam falas, okay? Pam pra që ishte rëndësishme veprat, lexuam, pam tani dhe kushtin që të qëndrojmë, se përndryshe sa besuam kot thot Bibla, po tani të kemi kujdes tani. Pyetja është, kush janë veprat që Perëndia kërkon nga ne të krishterët? Okej? Thash dhe herë, jo të gjithë veprat kanë vlerë para Perëndisë. Okej? Këtë e dim, jo të gjithë veprat. Po e dini se cilat vepra Perëndia dëshiron vërtet që ne të bëjmë? Shumë flasin për besimin, vetëm besimin. Por Bibla thot besimi pa vepra është i vdekur dhe këtë e pam ke Jakobi 2. Atëherë pyetja është, kush janë këto vepra? Okej, pi pa kuj edhe të ecim bashkë se kush janë veprat. Një krishter që ka pranu Krishtin dhe është mbush me frymën e shenjtë nuk mund të mbetet pa lënë frutin. Dhe për sa i përket frutit, ne folëm javën që kaloi. Jo vetëm që folëm, por edhe shpjeguam mirë 9 zbulesat e frutit, okay? Pa frymën e shenjtë, asnjë vepër qiellore nuk është e mundur. Nuk mundemi ne të bëjmë vepra që kërkon qielli, nëse fryma e shenjtë nuk është në ne. Pra asnjë vepër e mirë, asnjë vepër nuk është pra e mundur, sepse nëse ne do bëjmë vepra pa frymën e shenjtë, ato janë thjesht vepra njerëzore. Dhe këto vepra Perëndia nuk i kërkon. Digjen para gjykatës Krishtit. Okej? Janë vepra të brishta. Janë vepra pa vlerë. Nuk kanë vlerë të përjetshme, por vetëm dashuria hynore, ajo agape, ajo na shtyn që ne të kryjmë vepra të pastra dhe vetë mohuese për lavdinë e Perëndisë. Amen. Pra veprat nuk përdoren për të marrë shpëtimin. Ne shpëtohemi me besim. Sepse shpëtimi është një dhuratë e hirshme, por ato shërben për të konfirmuar besimin. Veprat duhen për të konfirmuar besimin. Veprat duhen për të treguar se ai besim është i gjallë dhe ai besim është aktiv. Jo i vdekur. Jo i përgjumur, por aktiv. Jezus i tha, marrin veprën e parë. Kush është vepra e parë? Atë që na urdhërohet. Është komandim. Jo thjesht një udhëzim. Po është urdhër. Jezus i tha vetë, ke Marku 16, vargu 15, po jo vetëm, po marr vetëm këtë. Shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese. Kjo është vepra e parë. Ne jemi thirrë që t'i shpallim Krishtin këtu në tokë çdo krijese. Pra ja vepra e parë e madhe. Kush? Shpallja e Krishtit. Nuk mund ta fshehim, nuk mund ta mohojmë. Nuk mund të fshihemi asnjë. Jo vetëm nga
jo vetëm të shpallim Krishtin nga podiumi, pra ku predikojnë pastorët, po kudo, duke i treguar të gjithëve atë që Perëndia ka bërë në jetën time, në jetën tënde e në jetën e të gjithëve. Duke unë gjillizuar dhe sot madje, pse jo, duke qenë që kemi mundësi dhe po e bëjmë, siç po e bëj edhe unë, përmes këtyre medjeve ose rrjeteve sociale. Pra, përhapja e fjalës së Perëndis nevojitet për çfarë? E kupton çfarë mundësie na ka dhënë Perëndia sot me anë të rrjeteve sociale? Unë dal këtu për shembull, ju mund të flisni në privat me tjerë, mund të flisni kudo. Po çfarë mundësie të artë, aq e artë, sa unë po shikoj vetë edhe ke TikToku, që po i hiqet maska doktrinave falso, profetëve të rrem, libra që nuk janë nga Perëndia. Po dalin haptas, edhe falë edhe rrjeteve sociale, më themi, sepse njerëz që njohin si nga ana një anë librat, e si nga ana tjetër Biblën, edhe po dalin haptas dhe po bëjnë atë që duhet. Pra, është shumë rëndësishme që ne të përhapim fjalën e Perëndis, sepse nevojitet për çfarë në këtë rast? Nevojitet për të ekspozuar a demaskuar doktrinat rrema, për të demaskuar shenjat rrema, për të demaskuar bari, pastor të rrem, ose apostoj të rrem. E gjithë kjo është pjesë e veprës së ungjillizimit. Këto rrjete sociale, ne na ndihmojnë tani që të predikojmë fjalën e Zotit, dhe ne kur predikojmë të vërtetën, kjo e vërteta demaskon gënjeshtra nga ana tjetër. Njerëzit që kanë dëgjuar gënjeshtra deri tani, man këtyre rrjeteve sociale, kur dëgjojnë të vërtetën, ata marrin me të vërtetën dhe e fusin në zemër. I diçka që armiku nuk e don, por ne po luftojmë. Dhe kjo është një pra mënyrë e dytë, jo vetëm që ta shpallim gojarisht Krishtin, kujtdo, po e dyta edhe me anë të rrjeteve sociale. Pra këto rrjete sociale na lejojnë të arrijmë shpirtrat në vende të ndryshme, në vende të thella, aty ku ne nuk kemi shku fizikisht. Ama me anë të rrjeteve sociale ne po arrijmë të fusim të vërtetën. Madje jo vetëm, por edhe t'i ofrojmë kujdes nga ana frymore atyre që na shkruajnë. Njerëz që thonë, jam pa kish, kam nevojë të viki grup, kam nevojë për ty, kam nevojë për lutje, kam nevojë për një Bibël, siç po bëj dhe unë në fakt. Unë jo vetëm që Perëndia më ka vënë në kish plak kishe këtu në Rom ku jam, po nga ana tjetër, jo vetëm po dal dhe këtu ke faqja, siç e dini, po jam futur edhe në TikTok ndonjëherë, thjesht për të demaskuar këto doktrina të rrema. Edhe kam has kontakte njerëz që kanë pranuar Krishtin edhe i kam marrë numrin e telefonit. I kam afru, i kam çu Bibla. Pra kjo është një tjetër mënyrë, kjo i vepër që Perëndia na ka dhënë mundësi me anë rrjeteve sociale ta bëjmë. Të shkruajmë edhe njëri që ka pranuar Krishtin, jo thjesht e pranoj Krishtin dhe hajde mirupafshim. Por t'i udhëheqim, ai besoi po, tani udhëhiqje në të vërtetën dhe kur është e mundur, pse jo, t'i takojmë edhe personalisht, t'i jap një përqafim, ka nevojë. Kjo pra është një mënyrë që na çdo neve sot që mund ta bëjmë, edhe duhet ta bëjmë, dhe po e bëjmë. Se siç thash pra, si në kish, unë shkoj jam plak kishe aty, Zoti më ka vënë shërbej plak kishe, aleluja. Dalë dhe këtu ke faqja 2, kemi grupin Zoom 3, kemi grup lutje 4, plus po dalë dhe ke TikToku 5. Pra, kupton nga herë vetëm për të peshku shpirtrat. Dhe herë që i peshkon, maj afër. Dhe herë që maj afër, mundo t'i japësh një ndihmë që të rritet nga ana frymore, madje nëse është e mundur dhe të takohemi që me të vërtet pra të shikojnë atë Krishtin e ne në këto aksione që bëjmë. Pra duke i taku edhe to personalisht. Jezusi tha gjithashtu. E dyta, pra e para pam pra që jemi thirrë të gjithë të shpallim ungjillin. E dyta edhe me anë të rrjeteve sociale o telefonave në privat. E treta, kush është vepra që Jezusi kërkon nga ne, ose më mirë ne të krishterët do japim llogari para gjykatës Krishtit. Jezusi thot ke Mateu 25, vargjet 35-36, sepse pata uri dhe më dhat për të ngrënë, pata etje dhe më dhat për të pirë. O Zot, po ku të pam ne ty?
Në qoftë se e keni bërë një nga këtyre të vegleve, pra një besimtar i ri, ma keni bërë dhe mu, thot Zoti. Po në qoftë se nuk e keni bërë, nuk ma keni bërë edhe mu, dhe kështu që do të thot, ik largoni nga unë, ju të paull. Pra, shikojmë pra, sa rëndësishme është të ndihmojmë. Vepra dytë. Se vetë Jakobi, si që pam si filloi letrën Jakobi, në qoftë se vllai ose motra jote ka nevojë për veshje ose për të ngrënë dhe ti thu hik ngrofu dhe ngopu, po pa i dhënë gjë, as ky besimi thot, edhe këtu Jezusi e konfirmon. Thot që duhet këllë vepra dhe të kemi kujdes me vëllezërit e motrat, sidomos që kush janë në vështirësi t'i rrim pranë, aq sa mundemi t'i ndihmojmë. Pra kjo ishte një vepra tjetër, pra ndihma ndaj atyre që vujnë. Ose të vizitosh një të sëmur, një vlla ose një motër në Krisht, ose kushdo që ti njeh, përfshirse ose dikush që ti ke ungjiellizu, ose dikush që e ka pranuar ndoshta Krishtin, jo vetëm thjesht, po të shkosh dhe ta vizitosh nëse është i sëmur, të shkosh në spital, ta inkurajosh ose në burg. Në qoftë se ka përfunduar në burg, se dhe mund të përfundojnë. Njerëz jemi, gabime bëjmë. Ana impulsive nga herë na bën që të ndëshkohemi për diçka. Po pavarësisht nga kjo, mos e injoro. Edhe në burg do shkojmë dhe ta mbështesim atë që ka nevojë. Pra, këto nevojë janë ça gjeste konkrete që tregojnë dashurinë e Krishtit. Dhe çdo herë që e bën këtë, e shtilloj, thot Zoti, sikur ma ke bërë mua. Sa herë që ne bëjmë të, Zoti thot, a shtilloj, sikur ma ke bërë mua. Një vepër tjetër themelore është të jetosh në shejtri dhe bindje. Mani mend, i shkruani ju të vepra se bën shumë pyetje. Ora, kush janë këto vepra që ne duhet bëkemi atëherë? E dim që shpëtohemi me besim. Unë flas shumë për veprat. Unë flas shumë për demonstrimin ose dhënien e frutit. Unë flas shumë këtu kjo faqe për bindjen, që ti bindemi Biblës dhe jo njerëzve. Okej, sepse Bibla do na gjykojë një ditë para gjykatës Krishtit dhe këtë e thot ke Gjoni 12:48 vetë Jezusi me gojën e vet. Thot Bibla do t'i gjykojë. Unë jam gjykatësi, po unë do përdor Biblën, këtë kushtetut hyjnore, këtë juridikson hyjnor që do t'i gjykojë. Prandaj një vepër tjetër themelore kush është? Që ne duhet të jetojmë në shejtri dhe bindje. Zoti është në gjendje t'ju jap shumë më tepër se kaq, thot Bibla. Kjo na mëson rëndësinë e bindjes ndaj Zotit. Të vëmë plan parë drejtsinë e tij, mbretërinë e tij e para çdo gjë do na shtohet. E dyta, të harrojmë, të dimë se si të dorëzohemi Zotit, të harrojmë të botë. Dhe kur kjo do të thotë të heqësh dorë nga investimet e bëra në zgjedhjet e gabuara. Ndoshta deri tani ke bërë një zgjedhje të gabuar, ke investuar në zgjedhje të gabuara, qofshin materiale, emocionale apo toksore. Bindja ndaj Zotit do të thotë të fitosh miratimin e Krishtit. Është shumë rëndësishme. Pra, një e mirë supreme që të kalon çdo humbje toksore. Një e mirë për qiellin bën që të kalon çdo humbje kësaj toke. Besimi i Zotit pasqyron mënyra që të kalojnë të gjithë pritjet njerëzore. Sa rëndësishme është që ne të ecim me bindje të plot. Okej? Pra, sepse është rëndësishme që të dimë se çfarë të bëjmë dhe si ta bëjmë. Sepse ky bekim, kur Zoti na bekon, pasuron mënyra që të kalojnë të gjithë pritjet njerëzore. Ku ka më bekim se të madh se ai i Zotit vet. Zgjedhja e rrugës së bindjes, atë që lexojmë ke Gjoni 3, vargu 36, vargu fundit që thot, kush beson e mu, okej, ka jetën, po kush nuk i bindet birit, zemrimi i Perëndis do qëndrojë mbi atë. Pra, kur ne zgjedhim rrugën e bindjes, siguron një shpërblim shumë të madh se çdo sakrificë me të cilën mund të përballemi. Sa e do Zoti bindjen? Fjala e Perëndis thot, ashtu si ai që ju thirrri është i shenjtë, dhe ju duhet të jeni të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj. Në fakt, më pëlqen kjo letra e parë e Pjetrit. Shkojmë pak ke letra e parë e Pjetrit, sa është një letër që ja le verdis. Letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, nga 1
Deri ke 15 do ta lexojmë se ka të bëjë për ne. Për këtë që po flasim sot. Pietri, apostulli i Jezu Krishtit, të zgjedhurve pra ne kishës, që rri në diasporën e Pontit, të Galatis, të Kapadokis, të Azis dhe të Bitinis, të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndis, atit, me anë të shejtrimit të frymës, pra sa rëndësishme është shejtrimi me anë të frymës shejt, për të bindur, pra shikojmë bindjen, dhe për të spërkatur me gjakun e Jezu, pra një aplikim gjakut përditshëm, hiri dhe paqja u shtof mbi ju. Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krishti, i cili me anë të mëshirës së Tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej të vdekurit, për një trashëgimi të paprishëm, të panjohur dhe të pafishkur që është ruajtur në qiell për ju, që nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtimin gati për të zbuluar në kohët e fundit. Për këtë gëzohuni, ndonë se në qoftë se duhet për pak kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme, do kalojmë së prova të ndryshme. Që prova e besimit tuaj, që është shumë i çmuar, madje më i çmuar thot nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit, ku gjithë ne do dalim një ditë, të cili thot, megjithëse ju nuk i keni parë akoma, thot, e doni duke besuar në të, megjithëse tani nuk e shihni dhe ngazëlloni nga një hare e patregueshme dhe lavdishme, duke arritur përmbushjen e besimit tuaj. Kush është? Shpëtimin e shpirtrave. Atë pra që folëm. Për këtë shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan nga hiri për ju, duke kërkuar të njohin kohën dhe rrethanat që tregonte fryma e Krishtit që është në ta, dhe që dëshmonte që më parë për vujtjet që do të vinë mbi Krishtin dhe për lavdin do të pësonin. Dhe atyre ju zbuluan se ata i administronin jo për vete, por për ne, ato gjëra që ju rrëfyen tani nga ata që ju kanë predikuar ungjillin, me anë frymës shenjtë të dërguar nga qielli, gjëra të cilat ëngjëjt dëshirojnë t'i vëzhgojnë. Prandaj, ngjishni hijen e mendjes suaj. Rrini zgjuar dhe mbani shpresë të plot në hirin që do vinë mbi ju në zbulesjen e Jezu Krishtit. Si bij të bindur, mos ju përshtatin lakmime të mëparshme kur ishit në padijen tuaj. Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirrri, të jeni edhe ju të shenjtë në të gjithë sjelljen tuaj. Amen. Pra, e lexova gjithë sepse ja leverdis kjo ke 1 Pietrit. Pra, Shejtria nuk është një fasad, si më themi, por një jetë e ndarë nga mëkati. I shenjtë do thot i ndarë nga bota, i veçuar nga bota. Për çfarë? Për të shërbyer Perëndisë. Pra, një jetë e ndarë nga mëkati. Por në çfarë i ndarë nga mëkati? I ndarë nga mëkati, por në përputhje me fjalën e Perëndisë, e cila dëshmon për Krishtin, pa pasur nevojë për shumë fjalë. Pastaj është mbështetja e veprës së Perëndisë me atë që kemi. Aq sa kemi, ne duhet të mbështesim veprën e Perëndisë. Secili duhet jap ashtu si ka vendosur në zemrën e tij. Pra e dhënmja, kur ne japim, jo vetëm të dhjetat, jo vetëm në kish, por edhe kur japim për çdo vepër tjetër që don të hapet ungjillëzimi, Zoti këtë e don. Se gjithë dimë historinë e Pasanikut. I riu Pasanik, si ai për shkak të pasurisë e vurin plan parë pasurisë, e humbi përjetësinë. Kështu që prandaj sa rëndësishme është dhe në këtë rast t'japim. Secili t'japi ashtu si ka vendosur në zemrën e tij. Okej, jo me ngurrim, as me detyrim, sepse Perëndia do një llorus të gëzuar dhe jo të detyruar. Atë që lexojmë ke 2 Korintas, pra kapitulli i parë, vargu 9. Pra jo vetëm denar t'japim. Jo vetëm denar, po edhe kohën. Kohën t'ia kushtojmë Zotit, se koha është shumë e çmuar. Djalli i kërkon të na vjedhë kohën me anë këtyre videove, me anë këtyre rrjeteve sociale, me anë këtyre gjërave. Jo, mos e lejoni, kohën e do Zoti. T'i japim denarin, po t'i japim edhe kohën. Tjetër, t'i japim energjinë, t'i japim aftësinë, t'i japim talentin që ai vetë ka vendosur në dispozicion. Okej, dhe ne t'ia japim në dispozicion Perëndisë. Pra, mbështetja e ungjillizimit dhe shërbesave është gjithashtu një vepër që i pëlqen Perëndisë. Është vepër. Kush është vepra tjetër? Kjo, të mbështesim ungjillizimin. Pra, të mbështesim shërbesat, pra
që Zoti ka vendosur si në zemrën time o të ndërnon dikujt tjetër, por ne gjithë bashkë ta mbështesim atë person për të ungjillëzuar. Edhe kjo është një vepër. Pra një pikë tjetër është ti shërbejmë Krishtit ku? Edhe në kish. Po si ti shërbejmë? Kush është vepra mirë në këtë rast? Ti shërbejmë me besnikëri dhe përullësi. Janë këto dy gjëra që Zoti i don në ne, kur ne shkojmë kish, edhe t'japim edhe këtë rast të tregojmë një vepër tjetër, që në kish ku jemi, ti shërbejmë Zotit me besnikëri, por dhe me përullësi. Pra kushdo që shërben, le të shërbejmë me zell. Kushdo që këshillon, ndoshta ka një dhunti këshillimi, të këshilloj me zell. Pra le të këshilloj, kushdo që jep, le ta bëj me thjeshtësi. Atë që lexojmë edhe ke Romakët 12. Pra secili ka një dhuratë të ndryshme, ai që ka dhuratën e inkurajimit, të inkurajoj. Ai që ka një dhuratë këshille, ta këshilloj. Ai që ka të shërbej me zell, ta shërbej. Ta bëjë atë gjë. Pra secili sipas asaj që na është dhënë. Okej? Pra secili ka një dhuratë ndryshme. Ai që predikon, le të predikoj. Ai që këndon, le të këndoj. Ai që inkurajon, le të inkurajoj. Ai që ngushëllon, le të ngushëlloj. Ai që mirëpret, le të mirëpresi vëllezërit e motrat. Pra, ju jepet mundësia i boni. Këto janë vepra. Pra të gjithë këto shërbesa ndërtojnë trupin e Krishtit, vëllezër e motra. Okej, dhe sot kjo ndodh edhe në, si po shikojmë që po e bëjmë edhe me anë të internetit, edhe me anë të rrjeteve sociale. Edhe me anë këtyre ne po inkurajojmë njëri tjetrin. Edhe pse jemi në distancë, po e bëjmë. Jemi në distancë fizikisht, ama jemi të bashkuar në frymë, jemi të bashkuar në zemër. Okej? Kështu që së fundi, edhe dhe që fola javës tjetër, kemi frutëdhënien. T'japim frutin e frymës shenjtë. Kjo është një tjetër vepër që unë si frutin, si përfundim dhe veprat i grupoj në një, sepse një krishter nuk mund t'japi vetëm një e tjetrën jo. Pra nuk mund t'japi vepra e frutin jo. Sepse ai që e bën atë gjë do ta bëj pikërisht me dashuri. Dhe dashuria çfarë është? Është pilastri i zbulesave të frutit të frymës shenjtë. Kështu që prandaj nuk mund të bëjmë pa dhënë me dashuri. Kështu që prandaj kemi frutin. Frutin e frymës shenjtë. Fruti i frymës që është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë kontrolli, gjithë to pra që sa po fola javës tjetër bëra dy ashtu madje takime që i gjen nga Galatas 5:22. Vepër tjetër kush është? Kur falim. Që është vepër më e madhe. Qofse ne nuk veprojmë në këtë rast që të falim, as ti nuk do falësh. Kështu që prandaj këto vepra nuk janë thjesht vepra, hajde mo i bëjmë apo si bëjmë se fundi su bonami. Jo. Këto janë vepra që janë si mund t'i quajmë jo thjesht udhëzime, por urdhrime, komandime, falja, është një tjetër vepër. Dhe është vepër e madhe madje. Okej? Pra kur falim ata që u kanë lënduar, kjo është një vepër. Kur falim ato që nuk e meritojnë të falen, ato, kjo është vepër. Ose të duam, edhe kjo vepra tjetër është kush është? Të duam ato që nuk na duan. Ato nuk na duan, ne t'i duam i lloj. Kjo është një vepër. Okej? Ose të jetojmë paqe edhe kur jemi në sprova dhe në vështirësi të mëdha. Kjo është një vepër. Kemi kujdes edhe këtu. Këtu shikohet fuqia e frymës shenjtë që transformon jetën tënde apo jetën time. Pra të falim ata që nuk meriton të falet. Të duam ata që nuk e meriton të duam. Të jetojmë paqe edhe aty ku kemi vështirësi, sulme, nevojitet paqja. Me kjo ta jep vetëm fuqia e frymës shenjtë. Dhe është kjo që transformon. Kështu që si përfundim, se po shkojmë drejt fundit, veprat nuk janë për të dukur mirë, marrni mente. Veprat që ne bëjmë nuk janë për të dukur mirë përpara njerëzve, por vetëm provë se Krishti jeton në ty e në mua. Besimi i vërtet nuk qëndron në vend, besimi i vërtet nuk tërhiqet mbrapa. Okej? Po besimi i vërtet prodhon frut. Dhe fruti është i dukshëm. Zoti nuk thot,
i jepni zarzavate. Zarzavatet janë për tokë. Zarzavatet i mbulojnë gjethet. Zarzavatet si shef njeri. Po thot i jepni frut, sepse fruti është sipër pemës, fruti është sipër, frutin e shikojnë gjithë nga larg. Kështu që prandaj ne duhet të ndriçojmë me të tjera që nuk na njohin nga larg. Të shikojnë që ne Krishtin nga larg, si ato të afërmit, po edhe nga larg. Pra, fruti të jetë i dukshëm, veprat të jenë, si më themi, pjesë e jetës tënde. Pra, besimi pak të frut, dhe pa vepra është i vdekur. Dum apo s'dum ne vëllezër motra, besimi pa frutin dhe pa këto vepra që unë sapo përmenda dhe i klasifikova gjithë pra, është i vdekur, sepse do të thotë që këty ka diçka që nuk shkon. Por besimi që vepron nëpërmjet dashurisë, që lexojmë nga Galatasve 5:6, ky lloj besimi që vepron me anë të dashurisë është i gjallë dhe i fuqishëm dhe i frutshëm. Pra, mos të ndalemi të një besim me fjalë. Mos të ndalemi të një lutje shpëtimi. Mos të egzagjerojmë me këtë lutje shpëtimit. Shumë veta thonë, po kush është në Krisht, është një krijesë e re. Okej. Po pyetja është, a je? Po, thotë i besoj. Jo. Nuk thotë kush beson në Krisht është krijesë e re. Po kush është në Krisht? Ka diferencë, është e madhe midis të besosh dhe të jesh. Nuk ka asnjë dënim, tha munjoni për ato që janë Krishtit Jezus. Po, për ato që janë, po jo për ato që besojnë. Ato që janë ato që e dëgjojnë zërin e Zotit, e dëgjojnë fjalën e Zotit dhe e ndjekin Zotin, dhe Zoti thotë atyre, ato asnjë s'mund t'i marrin nga dora ime. Po ato nuk janë thjesht të shpëtuar, ato janë të rilindur. Ai që është në Krisht, është një krijesë e re, është i rilindur, jo thjesht i shpëtuar. Nuk ka si dënim për atë që është Krishtin Jezus, nuk ka si dënim për atë që është, pra një rilindur, jo ai që beson. Ai që dëgjon fjalën time, thot Krishti, dhe më ndjek, nuk është thjesht i besuar, po është një dishepull. Ai është ndjek fjalën, që ndjek Krishtin. A dihet që asin s'ta merr nga dora e tij. Kush mund ta marrë? Po ato nuk janë thjesht besuar, nuk janë thjesht të shpëtuar. Ata janë të rilindur, sepse po veprojnë, po e demonstrojnë. Prandaj kemi kujdes. Kemi besimi vepron me anë dashuri. Mos u ndalni ke një besim me fjalë. Mos u ndalni ke një besim me lutje shpëtimi. Jetoni një besim që vepron. Veprimi do të jetë aksion. Pra, që t'japi frutin. Që lavdron Perëndin. Lexo Biblën. Lutu edhe do zbuloni vetë dhe i herë që i zbuloni, i herë që i shikoni, me anë të fuqisë frymëshëjt, jo vetëm ta lexoni, jo vetëm t'i merrni këto zbulese nga Bibla, edhe kur luteni, të marrni këtë fuqi dhe me anë të kësaj fuqie, gjithçka që lexoni dhe zbuloni nga Bibla, e merrni dhe e bëni aksion. Veprim. Ky është besimi, ky është krishteri. Dhe për këto s'ka asnjë dënim. Por këto, Krishti, një ditë para gjykatës, nuk do jetë gjykatësi, po do jetë avokati jot. E do të mbrojë, e do të thotë, di këtu, shërbëtori i mirë dhe besnik. Ja baba, po t'jap kurorën. Okej? Po tyre tjerëve do thotë, largoni nga unë, ju të paull. Këto nuk janë, se bëhet një gabim i madh. Si ke historia e atit Pasanikut, djalit e atit Pasanikut Tribra, Jeriu Pasanik, po edhe këtë sjept edhe këtë dhit, jepet një interpretim. Unë se kuptoj ku i kanë gjetë të fjalë. Thuhet që Jeriu Pasanik thot jo, nuk besoj. Po si s'besoj, ai alluroi. Ai tha mësues, o Mesi, ju gjyzu, e alluroi. Po ai se pyeti çfarë do të bëj që të shpëtohem. Sepse e besoj, sepse alluronte. Po çfarë pyeti? Çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Dhe Jezusi nuk e qortoi. Se po ashtu do ta qorton, dhe thonë jo, s'është nevojë të bësh asgjë. Beso ke mua dhe mjaf, marrë çdo gjë. Po jo. Si ai bën një pyetje për jetën e përjetshme, çfarë duhet bëj për jetën e përjetshme, po dhe Jezusi nuk e qorton, madje e mëson. Edhe mëson, ai kishte bërë gjithë, ai mungonte një gjë. Edhe ajo që mungonte ishte që ai ishte vënë prioritet pasurinë dhe jo Zotin, dhe hiku, u largu. Edhe këtë sjept, edhe këtë dhit, pra edhe këtë delet, sjept me delet, nuk është që ty janë jo besimtarët, edhe këto delet janë besimtarët. Gabim, të dy palët janë besimtarë.
Po ka besimtarë që ecin të vetëm, bojnë në kokën e vet, to konsiderohen si cjap, si dhit, hik, largoni nga unë. Po ka besimtarë që rrinë bashkësi, që dëgjojnë zërin e pastorit për atë bariu dhe ndjekin. Edhe bëjnë atë që thot pastori dhe ai bariu dhe këto thot do marrin kurorën. Kështu që të dy palët, si dhit, edhe delet, janë të dy palët janë besimtarë. Pse bëni gabime që thotë jo, po këto janë besimtarë, këto janë besimtarë. Nuk Bibla flet për besimtarët. Bibla nuk flet për jo besimtarët. Jo besimtarët nuk e lexojnë Biblën. Jo besimtarët nuk janë shpëtuar, jo besimtarët nuk besojnë fare. Ata dinë gjykimin, ata dinë rrugën. Ata dinë atë destinacionin e tyre final. Por ne besimtarët, tu po flet, sa e lexuam, o vëllezër, për na thot ne, kishës, rrini këtu, dhe nëse, kushti nuk është që ne të shpëtohemi, kushti është që ne të qëndrojmë në besim, të rrimë në besim për një jetë përjetshme. Prandaj, qofse nuk i kujtohet gjithçka që folëm, për sa i përket pra kush janë veprat, që Perëndia kërkon nga ne, e dëgjoni edhe herë këtë, edhe i shkruani, edhe jam i sigurt që një besimtar i lindur, i mbushur me frymën e shenjtë, këto gjëra i ka bërë, s'është nevojë të dëgjoj më. Ai ka praktikuar vetë këto gjëra, sepse është vetë fuqia e frymës së shenjtë që nuk mund të rri, nuk flet gjumë. I bën me qef, i bën me gëzim, sepse e din se çfarë pret në qiell. Prandaj mos flen gjumë. Mos thomi, ky Jakobi nuk di çfarë thot, ky Jakobi thot që besimi u person s'ka me anë veprave, dhe ne shfaqsohemi me anë veprave. Ne jemi shfaqsuar me anë besimi, thot Pali. Po kuptojnë se nuk e kuptojnë diferencën. Ku Pali flet që ne shfaqsohemi nga mëkati me anë besimit. Për që besojmë para gjykatës Krishtit, aty duhen veprat para gjykatës Krishtit. Nuk duhen më besimi, sepse jemi në besim. Aty duhen veprat, fruti, bindja e fjalës. Këto tre gjëra që nuk mund t'i ndajnë. Zoti t'ju bekoj edhe për sot. Edhe takohemi ditën e ejte, edhe të shikojmë për çfarë mesazhi Zoti do na vej. E ka për këtë punë vepre, ose me që folja javën që kaloi për frutin, thash po e kompletoj këtë javë kështu, po të shkoj kështu rresh, xhenxhir kjo që ti kemi bash afër si frutin dhe veprat, se për bindjen e fjalës kemi fol nga 4 vite e gjysmë që jam këtu, besoj që po ngulmojmë shumë, për sa i përket rëndësisë pra që ne ti bindemi Biblës dhe jo një feje, jo ato që thon njerëzit, por ato që thot Perëndia. Prandaj se kjo është një nga veprat më madhështore, pra që dim bindja, veprat që fola sot dhe frutin që fola javës tjetër, edhe pse e preka edhe sot. Kështu që prandaj ky është një besimtar i kompletuar, një krishter i kompletuar. Kështu që do të jemi kompletuar dhe ne. Mos të lëvizim se dita e Krishtit është afër, po shkojmë drejt fundit, çdo gjë tani po shikojmë se si po zin çdo gjë në këtë botë, janë shumë gjëra që ne s'po i kuptojmë, por shumë gjëra po ndodhin edhe pas kuindave. Po ndodhin shumë gjëra që do të ndryshojnë shumë shpejt edhe do marrin rrugën asaj që thot Apokalipsi, po shkojmë drejt pra një portofoli digital, pra një denari të vetëm, dhe aty pastaj kur të dëgjojmë tani shumë shpejt edhe për tempullin Izrael, besoj që po përmbushën profecitë që janë shkruar para 2000 ca vitesh, por ne po i shikojmë me sy tanë që po përmbushën në mënyrë përpike. Kjo demonstron dhe herë se sa e mrekullueshme, e vërtet, autentike është pra fjala e Perëndisë, Bibla. Zoti t'ju bekoj, shifmi tejtën, mirupafshim, ju falenderoj për gjithçka.